se ke Zotin me ty. Pra, si mundet njeriu me pas Zotin me te, është kur njeriu përmbahet, kur njeriu ka durim, ka sabër. Allahu xhalla xhelaluhu gjithashtu në Kur'anin e tij famrar urdhron dhe thot: "Wa ma indakum yanfad, wa ma inda Allahi baq." Ajo që është tek ju do të zhduket. Pra, çka që të posedoni, keni para, keni shtëpi, keni biznese, keni një pasuri shumë të madhe, çfarëdo që të keni, yanfad, do të zhduket i ditë. Wa ma inda Allahi baq. Dhe atë që posedon Zoti, ajo është e qëndrueshme, ajo do të mbesin, ajo nuk do të shkatërrohet. Dhe vazhdon ajeti duke thënë: "Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ne do t'i shpërblejmë ata që dëruan sipas veprave më të mira që bën. Pra, ne do t'i shpërblejmë njerëzit të cilët dëruan sipas veprave më të mira të cilat ata bën. Imam Ghazaliu, siç e përmendëm më parë këtë emër, në një libër të tij i cili është shumë i përhapur dhe i studiuar nga dietarë dhe nga nxënësit e dijes anë e marrë botës, quhet Ihya Ulumuddin. Dhe në këtë libër Imam Ghazaliu e ndan sabrin në 3 kategori të rëndësishme. Dhe thënë janë 3 kategori të sabrit, të durimit. Dhe vazhdon duke thënë, kategoria e parë është kategoria sabrun ala ta'a. Njeriu me pas durim në përmbushjen e adhurimeve fetare. Pra, Allahu xhalla xhelaluhu ne na ka bë obligim faljen e namazit. Disa njerëz nuk kanë durim. Po çohem unë në mjes, po fali misditën, po fali akshamin, leni gjitha që janë shumë. Kjo tregon pa durim. Sikur edhe ta ketë dëshirën për me fal namazin, po thet janë shumë edhe s'mund t'i bëjmë këta, kjo është një shenjë për tacijet dhe ilaçi kundër përtacisë është durimi. Njeriu me ka një durueshëm që me fal namazin. Po kjo është e para. Për shembull, një shembull tjetër mund përmendim agjërimin e Ramazanit. Ka njerëz të cilët e kanë dëshirë, thonë agjërimi i Ramazanit është mirë, por kur vjen Ramazani, agjëron një ditë edhe ditët tjera i lëshojnë komplet. Jo se e kundërshtojnë, jo se nuk e kanë qef, por s'kan durim. Pse thet parrijon prej mjesit e kam të vështirë. Pse parri prej mjesit deri në darkë, pa pi ujë, pa hangër bukë, e kështu është. E pëlqej gjë mirë, e pranoj sikur ta bëja, por nuk e bëj. Do të thënë nuk e bëj. Këtu është mangut durimi tek njeriu. Prandaj thet edhe Imam Ghazaliu thet që njeriu duhet me pas sabër në përmbushjen e obligimeve fetare. Siç e përmenda në fillim namazin, agjërimin e Ramazanit, mundet me kenë zeqati për shembull, e tjera, obligime tjera. Ose edhe përmbushjen e suneteve, veprimeve ose ibadeteve të rekomanduara nga Rasulullah a.s. E dyta, kategoria e dytë është sabri në largim nga mëkatet. Sabrun ala al-ma'siyah. Ne jemi njerëz dhe duke qenë krijesa të dobta me qëllim, Allahu xhalla xhelaluhu na ka kriju me qëllim të dobët në disa aspekte. Kryejmë dhe gjunahe, bajmë dhe gabime. Dhe ne e dim se njeriu më i mirë është ai që bën gjunahe më pak ose ai i cili kur bën gjuna kthehet nga Zoti dhe kërkon falje për gjunahet që bën.
Apo jo? Pra dhe një herë, ne jemi njerëz si pasojë të qenerit krijesa ose krijes njeri, bëjmë gjunahe, bëjmë gabime. Dhe disa prej këtyne gabimeve ne i bëjmë me koshencë, disa pa koshencë. Por i drejtohemi Allahut xhalla xhelalu për falje. Dhe si mas pejgamberit alayhis salam ne konsiderohemi si njerëzit më të mirë nëse bëjmë gabim dhe i drejtohemi Allahut për falje gabimit. Por gjithashtu, ata njerëz të cilët bëjnë gabime më pak, janë njerëz më të mirë, se ditën e gjykimit ne do të vlerësohemi se sa gjunahe kemi dhe sa sevape kemi. Pra, do të vehet el mizan, siç e thonë në gjuhën arabe, do të vehet peshorja. Dhe njerëzit ose do thënë njerëzit nëse peshorja në anën e djathtë do të ketë punë më të mira, do të jetë më e rëndë se ana e majt, atëherë njeriu me mëshirën e Zotit dërgohet në xhennet. Por çelësi kryesor i të bamunit të veprave ose çelësi kryesor i shtimit të këtyre veprave të mira është që njeriu të largohet nga gjunahet dhe çelësi gjunahit është që njeriu të largohet nga gjunahi është sabri. Durimi. Pse them durimi? Se njeriu për shembull mundet me keni ftuar për disa njerëz të tjerë, e supozojmë një rast shumë të rëndom, shumë thjesht, në restoran. Për hir të Zotit e ndalon alkoolin dhe thotë që unë s'do ta përdori këtë. Por ndoshta mund të jetë në hapat e para të ndalimit të alkoolit, që ja ka ndaluar vetvetes duke u bazuar në mësimet hyjnore të Kuranit e tjera. Por alkooli i cili është në tavolinë aty është joshës për personin. Dhe personi aty e ka në dorë ose të vazhdojnë me durim dhe të thojnë atin çka, jo, pse se këtë e ka bë haram Zoti, e ka ndaluar Zoti dhe unë nuk do ta përdori, ose ka opsionin tjetër që mos me bë durim dhe me përdor atë. Pra durimi në këtë aspekt ndaj haramit e dërgon njeriu i hap derën njeriu për sevape dhe falje hyjnore. Durimi ndaj haramit. Por gjithë haramet tjera, shumë haramet tjera, për shembull një haram i cili një ndalesë e cila praktikohet nga shumë njerëz, qofshin ata edhe njerëz të cilët e falin namazin, është me fol keq për tjetrin, me marrë në përgojë tjetrin. Një haram i cili vjen si pasojë e mos durimit, sikur njeriu dhe një herë, siç e hapa këtë ligjërat sot duke thënë që përmbajtja e vetvetes është sabri. Pra kur ne përmbajmë vetveten dhe nuk bijem pasojë, nuk bim viktima të emocioneve. Nuk bim viktima të emocioneve të cilat vinë në një kohë, por e mbajmë veten, jemi të përmbajtur. Dhe në këtë aspekt do të them edhe një herë, në aspektin e gibetit ose në aspektin e keqfoljes për tjerë, mashtrimeve të cilat, pse se ne dojmë, nefsi njeriu don, pse mos ta tham unë këtë, pse mos të gjykoj tjetrin, kur unë kam mundsinë. Pra është një pasojë, është një rezultat i emocioneve. Po kur njeriu i përmban ato emocione, mendohet rreth rezultatit të këtij gibeti, atëherë ndryshon situata. Pra njeriu është duke bërë sabër në atë, është i ruajtur nga Zoti, por gjithashtu edhe ka sevap. Se kur njeriu i largohet një të keqe, Allahu xhalla xhelalu jep sevap njeriu. Pra i shtohen mirësitë e punëve, i shtohen mirësitë e mira. Dhe në fund kategoria e tretë është sabri, durimi ndaj sprovave të jetës. Sabrun ala masaib ad-dunya. Besimtari përballet me frikë në këtë botë.
përballet shpeshherë me humbje të njerëzve, të familjes. Ka raste që përballet me vështirësi të ndryshme ekonomike. Por i pranon gjitha këto me një besim tek Allahu, duke thënë dhe duke besuar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe ne do të kthehemi tek ai. Pra, ja rikujton vetvetes së tij që unë i takoj Zotit, unë si takoj vetvetes time. Nuk jam unë që kam kriju vetveten time. Nuk jam unë në dorë që e kam në dorë shpirtin tim, por kam një Zot i cili më ka kriju dhe e ka në dorë shpirtin tim. Dhe si pasoj, mendohet dhe bandurim. Kur i kanoset një vështirësi, bandurim. Një sëmundje, durim. Inna lillah, ne i takojmë Zotit. Pra stërvitet zemra e besimtarit me durimin, duke mos qenë dhe njëherë person i cili reagon në mënyrë emocionale në moment. Pra i shkputet i reagimit emocional. Të nderuar, fëmijët janë ata të cilët janë duke u praktiku, janë duke u trajnu që me kanë mirë e ma mirë. Pra me ditë me përmbajt vetveten e tyre dhe mos me kanë gjithmonë emocional, po fëmijët janë ata që janë emocional dhe reagojnë në bazë të emocionit që kanë për momentin. Ne që jemi të mëdhej, ne që jemi më në moshë, gra, burra, ne duhet ta përmbajmë vetveten tona, nuk duhet të ecim në mënyrë emocionale, të reagojmë në mënyrë emocionale. Kjo është edhe pjesë e urtësisë profetike, se pejgamberi alayhis salam nuk ka qenë person i cili ka reaguar direkt për me marrë vendime. Nuk ka reaguar direkt. Bile edhe në fund, para se ta mbyllim këtë, ishte një gru, dhe kjo gruaja ishte duke çatë tek varri i birit të saj. Dhe vjen pejgamberi alayhis salam dhe i thotë: "O zoj, bën durim. Ku din ti, sikur të ishte në ty, thotë kjo, si do të isha ashtu." Por nuk e shef pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi kalon. Një person tjetër i thotë asaj mbrapa: "Çka ki bë më zoj?" Ishte pejgamberi i cili ta tha këtë. Gruaja nuk u ndi mirë. Shkaj te pejgamberi alayhis salam i kërkoi durim. Pejgamberi alayhis salam i tha: "O zoj, tha, durimi është në çastet e para." Çfarë do thënë durimi është në çastet e para? Do thënë që njeriu mos të jetë emocional, mos të reagojë në bazë të emocionit momentar, do thënë që të vjen në moment dhe direkt, por ta mendoj, të jetë i pjekun. Kjo është, do thënë, siç e thash edhe një herë, është pjesa e saj profetike, është pjesë e urtësisë profetike të Resulullah alayhi sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ecma'in walhamdulillahi rabbil alamin.